tregu diçka. Me qenë drejtori RTK-s është pozita më kot që mundesh me pas sot. Jo, se mendoj. Edhe sikur të kish pas mundësinë se besoj që mentori do të ishte aty. Prandaj ka qëndruar një drejtor, sepse e kanë degraduar politika buxhetit. Ka ecë mirë RTK. Po te ka ecë shumë mirë RTK-ja, prandaj ka qenë 4 mandate ose 5. Vazhdo se shihni se veç po të llohet ndekull. Lëvizja vetvendos. Kam përshtimin që të pak kanë mbetur njerëzit që vazhdojnë të besojnë RTK fatkeqësisht. Lëvizja vetvendos. Që halo shkojnë kanë herë. Edhe që ditë, na. Jo, po megjithatë televizioni publik e bën diferencë, jo pse shkojnë Bash metale këtë se kam shumë respekt për kolegët që aty mundohen bëjnë fund mirë. Por çështja e televizioneve publike është e tejkaluar në çdo kohë në botë, edhe në rajon. Duhet të rikthehen si servis i programacionit kulturore të tjera dhe jo si shërbim ndaj imponimit politik se nuk e bëjnë, realisht nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë të gjë. Ka panel balans të gjitha ngjyrave. Tash veç pse jemi në një studio tjetër televizive, hajde mos ti kritikojmë politikën. Se unë jam kanë RTK ti se kanë RTK. Jo, unë jam, ti ke qenë unë jam, pra më vjen edhe mua se di nga brenda. E di nga brenda, nëse kam lef nga jashtë, është çështje tjetër. Unë kam shkuar në një situatë tjetër ku nuk kam lef për asnjë palë aty. Prandaj nuk mendoj që është mirë ta takohet televizioni publik nga një studio tjetër. Po ju e dini, gjithsesi, secili mban përgjegjësitë e tij. Unë kam punuar aty 20 e kusur vjet, kam kontribuar shumë në RTK. Nuk kam nevojë tash me kallëzuar çka kam kontribuar për shkak se din edhe ata kolegë me cilët bashk kemi punuar, bashk kemi kontribuar, bashk e kemi zhvilluar deri që aty ku është e zhvilluar me Radio Televizioni i Kosovës. Kam respekt për këtë ata kolegë mi atje. Vazhdoj me pas respektin për ta. Më vjen keq që në këtë rast qeveria edhe politika po lun me ta, domethënë sidomos me buxhetin. Tash po lun sepse s'ka luajtur prej kësaj. Mos lutem, vazhdojmë te sa diku sa tek. Ka mundësi ta tekalojmë këtë se është shumë tjere parëndësishme. Po mos ta majnë këtu aty kanë zona e Gari me bash shumë analist mirë për vetvendosjen. Të njerëzve që kanë qenë me fuqi politike ne e dim si ka funksionuar ndër vite, por mos lutem, kemi qenë këtu pjesë e kësaj shoqërie jemi edhe na. Pjesë e kësaj shoqërie kemi qenë edhe na. Keni lënë s'keni lanë punat, s'keni lanë teze, pashtin punë RTK. RTK-ja ka qenë baza për me akomodu familjarët e vetë. Jo nuk është, shkoj gjej 10 njerëz që kanë shku të rinë në RTK, flasim bashkë. Nuk është, çek kur të njerëz. Beri njerë ka shpurë se jo botim diskutimi